Radio Kosova. Reportazh. Populli shqiptar ka dhënë viktimat e tij edhe gjatë luftës së dytë botërore për vendosjen e rendit politik në Ballkan. Populli shqiptar ku e paguar tagrën e gjakut për të futur në proceset integruese në Evropë. Nuk ka asnjë pengesë dhe nuk do të ketë asnjë mundësi që të pengohen tendencat e natyrshme të popujve për evropeizimin e tyre, për lirinë dhe parazinë e vet. Zëri u Kshin Hotit. Jehon sërish sot. Jo në një shesht të mbushur me njerëz, por në një shtëpi të thjesht, që tashmë është kthyer në muze. Në shtëpinë muze të u Kshin Hotit, në Krusht e Madhe. U Kshin Hoti nuk ishte vetëm një i burgosur politik. Ai ishte një mendimtar i lirë në një kohë të robëruar. U Kshin Hoti u burgos disa herë nga pushteti Jugoslav, për fjalën, për idetë e tij, për vizionin që kishte. Me 16 maj të vitit 1999, ditën e diel, forcat serbe e morën u Kshin Hotin nga burgu famkeq i Dubravës dhe që prej asaj dite nuk u pa me kurrë i gjallë. Ai mbetet një nga figurat më të thella dhe më enigmatike të historisë së re të Kosovës. Një zë i fortë i lirisë, që u hesht dhunshëm nga një regjim kriminal. Sot, 26 vjet më vonë, e kujtojmë jo vetëm si simbol të adetarizmit, por si një nga mendjet më të ndritura intelektuale që vazhdon të na mësoj. Në Krusht e Madhe, aty ku kaloi ditët e fundit në liri, shtëpia u Kshin Hotit tashmë është ndruar në muze. Në këtë përvjetor të mungesës e tij fizike, na shoqëron djali i tij Andin Hoti, përmes dhomave të muzeut, ku ruhet gjithçka nga trashëgimia e babait të tij. Kjo shtëpi muze e cila është ndërtuar tashmë që disa vite nga Komuna Rovesi, mendoj që ka një rëndësi të veçantë, jo vetëm për ruajtjen si objekt që është vendi ku babi kryesisht jetën e tij ka kaluar këtu. Kjo shtëpi muze është dhe do të pasurohet, sepse nuk është komplet e pasuruar edhe me veprimtarinë e babit, e cila natyrisht të jetë edhe një udhërrëfys pastaj edhe për gjeneratat e reja që të vinë, për idetë e babit, për vizionin e babit. Kështu që përveç rëndësisë së objektit dhe pjesës personale ndoshta të babit dhe familjes tonë, kjo ka një rëndësi historike dhe një rëndësi të ideve të tij për lirinë, për shtetëndërtimin dhe të gjitha ato që i ka kriju gjatë veprimtarisë dhe jetës së tij. Gjatë luftës së fundit në Kosovë, shtëpia u Kshin Hotit u dogj dhe bashkë me të edhe librat, dorëshkrimet dhe një pjesë e madhe e trashëgimisë së tij intelektuale. Ajo çfarë ka mbetur janë disa dokumente, gjësende personale dhe kryesisht letrat nga burgu, të cilat sot përbëjnë dëshmi të rralla të mendimit dhe vizionit të tij politik. Në luftë kjo shtëpi është djeg e tëra. Fatmirësisht për momentin, por pastaj ka ndodhur fatkeqësi, gjitha veprat e babit dhe kanë qenë me shumicë. Me raftet kanë qenë të mbushura me qoftë libra që ai ka lexuar, qoftë që ai ka shkruar, qoftë dorëshkrimet e tij, janë marrë dhe janë dërguar fakt në një shtëpi tjetër me mendimin e familjarëve që do të ruhen atje dhe nuk do të jekën atje, të cilat pastaj janë djeg komplet nga kriminalët serbë. Kështu që janë kryesisht ato që kanë mbijetuar dorëshkrimet që babi ka bëu me hallën time përmes burgut, domethënë janë ato letrat nga burgu dhe letra tjera që ka dërguar për publikun. Këto kemi arrit disa mi ekspozu. Pas përfundimit të luftës, shumë nga veprat e u Kshin Hotit janë ribotuar nga individ pa leje. Familja pret që institucionet shtetërore të marrin përgjegjësinë për ribotimin zyrtar të tyre në mënyrë që të prezantohen në shtëpinë muze. Krimtaria e tij është pjesë e historisë së shtetëndërtimit dhe duhet të jetë e pranishme në tekstet shkollore, në diskutime shkencore dhe në vetëdijen kolektive, shpreh Andini, i biri i u Kshin Hotit.
Ne si familje nuk kemi ributu, pavarësisht që shoh në qytet shpesh herë disa libra të ributuara pa lejen, pa autorizimin e familjes, por ne si familje nuk kemi ributu vepra ende, kemi prishur institucionet të marrin gjë të tillë në dorë. Vitin kaluar është marrë një vendim prej qeverisë Kosovës që të bëhet ributimi i veprave, por që nuk ka arrit ende të finalizohet. Kështu që edhe këto mungojnë. Është një libër, 2 libra në fakt janë në këtë shtëpi muze që mund të quhen që janë botime të hershme, por që nuk janë të tjera dhe babi nuk i ka vetëm këto 2. Për shkak se po presim që institucionet të finalizojnë ributimin e veprave dhe pastaj të njëjtat në mënyrë zyrtare të rrezohen këtu. Mendoj që veprat e babit do duhet të ishin në çdo lloj tryeze politike apo në çdo lloj diskutimi shkencor apo në çdo lloj universiteti të Kosovës, që natyrisht ka të bëjë me këtë lloj fushë, sepse jam shumë i bindur dhe nuk po e them unë, kanë thënë disa profesorë, kanë thënë disa akademikë ndryshëm që të njëjtat janë edhe aktuale sot, nuk është që kanë qenë të kaluarën dhe tash po i hudhin poshtë, janë edhe aktuale sot dhe janë mund të jenë një lloj mësimi edhe për brezat e ri për një të ardhmen më të mirë të vendit tonë. Muzeu është themeluar nga komuna Rahovecit si përpjekje për të ruajtur kujtimin e një figure që nuk jetoi thjesht si politikan a mendimtar, por si simbol i një vizioni kombëtar. Qemail Krasniqi, shefi i drejtorisë për rini dhe sport në komunën e Rahovecit, i autorizuar të flasë për trashëgimin kulturore, na informon se shtëpia muze e Ukshin Hotit është hapur në vitin 2012 me nismen e komunës. Krasniqi e vlerëson këtë shtëpi muze si një nga vendet më të vlefshme, një dritare që u jep brezave të rinj mundësinë të mësojnë dhe të frymëzohen nga filozofia politike e Ukshin Hotit. Është shtëpia ku Ukshin Hoti ka kaluar ditët e fundit në liri. Ka simbolikën e vet sepse kjo shtëpi ka qenë e mbushur për plot me libra, kjo shtëpi ka qenë e mbushur për plot ide, për plot koncepte të tjera që kanë të bëjnë me çështjen kombëtare, ka qenë njeri shumë dimensional, ka qenë mendje jashtëzakonisht e hapur, mendje ndritur, një njeri i shkolluar, i specializuar jashtë shtetit në Amerikë. Edhe pikërisht është kjo arsyeja që nga kjo shtëpi ka rezultuar mendja e Ukshin Hotit. Prandaj, duke marrë parasysh këtë përmos, ne kemi menduar që do t'i bënte Krushës Madhe, po se po Rahovecit, po edhe gjithë shqiptarisë, sepse këtu hyjnë e dalin njerëz të gjitha shtresave, interesimeve, profileve të ndryshme shoqërore. Këtu vërtet sa arvim e ndjejmë se fryma e tij është ende këtu. Duhet të thënë se shtëpia muze e Ukshin Hotit nuk pasqyron plotësisht veprimtarinë dhe krijimtarinë e tij. Kjo për faktin se shumë eksponate me vlerë dhe botime të rëndësishme ende nuk janë dorëzuar nga familja. Pasi muzeu nuk është ende në mbrojtje shtetërore dhe nuk ofron garancitë mjaftueshme për ruajtjen profesionale të muzeut. Kjo shtëpi muze nuk është aktualisht në mbrojtje të monumenteve të trashëgimisë kulturore, nuk është aktualisht në përkujdesje të institucioneve shtetërore që do duhet të ishte si e tillë dhe rrjedhimisht kjo pastaj na ndalon që të ekspozojmë të gjitha dorëshkrimet apo dhe gjësënde tjera që janë të çmueshme. Për shembull, po marr disa prej medaljeve që i kemë marrë ne si familje për babin, qoftë prej presidentit të Shqipërisë, qoftë prej Kosovës, qoftë të tjera, për shkak se nuk mundemi vendosur sepse nuk ka mbrojtje institucionale. Ajo që ka diun është që komuna e Rahovecit ka disa herë që ka bërë kërkesa në institucionet shtetërore që kjo të merr një karakter tjetër, të ketë një ciceron të saj, të ketë një sigurim të saj, të ketë një mirëmbajtje shumë të mirë sa që është aktualisht. Për shkak të mungesës së sigurisë dhe statusit e paqëndrueshëm të shtëpisë muze, Myrvete Hoti Kasumi, motra e Ukshin Hotit, shumë nga gjësendët dhe kujtimet e vëllait të saj i ruan në shtëpi. Ajo shprehet se nuk ndihet e sigurt t'i dorëzoj për ekspozim derisa shtëpia muze të vihet në mbrojtje të shtetit. Nuk është në mbrojtje të shtetit. Aty mund është me dhuru gjana, cilat janë të vlefshme për mund, po kur s'ki siguri nuk guxon me shku mi dorëzu në shtëpinë muze. E ato gjana me xhelozinë më të madhe i ruaj unë, kam tesha, kam letra, kam kujtimet. Megjithatë, unë tani kam boti do vjet, edhe ma mirë është mi posedu dikush tjetër dhe mi trashëgu edhe mas meje se sa milion
mos me u tërzu. Familja me gjithatë ka shprehur vullnetin për të ndarë pjesë të kësaj trashëgimie me publikun. Vitin e kaluar përmes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti ja dhuruan muzeut një kostum dhe një bluzë të Ukshin Hotit të ruajtura në gjendje të shkëlqyer nga motra Myrvetja, e që sot janë pjesë e ekspozitës dhe dëshmojnë kujdesin e vazhdueshëm të familjes për të mbajtur gjallë kujtimin e tij. T'ju them të drejtën deri para 2 vitesh, kur kanë ardhur të rroba këtu, si kam pason, por e di që kishin qenë të ruajtura tek shtëpia e hallësimit. Ktu janë të vitet 80-ta, kur babi ka këtë tesha, një fotografi që është ajo atje me një dasëm të një familje shabari në Kërçov. Ajo ka dhe të tjera, por ajo ka dhe një mendim nuk po them tjetër, por më rigoros në çështjen e babit, sepse ajo vazhdon të pres fatin e babit si gjallë dhe si të tillë nuk ka desh mi dhënë asnjëherë kërkuj se ka prit mi dorëzu atij kur të kthehet. Që në hyrjet e muzeut, vizitorët njihen me thënjet më të njohura të Ukshin Hotit, thirrje për liri, për vetëdia kombëtare dhe për çlirim. Ne sjellim zërin e tij me mesazhin më domethënës, kërkesën për formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Ishte 7 korriku i vitit 1991, gjatë një tubimi përkujtimor për dëshmorët në Brestov të Rahovecit, kur Ukshin Hoti shpalli me vendosmëri këtë kërkesë. I vetëdijshëm plotësisht për rrethanat politike në të cilët të ndodhemi, ftoj që të formojnë politikë të qartë mbi ata se duhet mendoj në mënyrë urgjente të formohen forcat e armatosura të Republikës së Kosovës dhe në gjirin e saj e veprojnë të rinjtë shqiptar, të cilët tani binë viktima të një absurditeti dhe të një politike e cila nuk është në interesin e popullit shqiptar, as në interesin e asnjë populli të Evropës apo të Ballkanit. Ideja ti ka qenë që pa një luftë të armatosur, pa një sinjal që ne do duhemi me dërgu në bashkësinë ndërkombëtare, faktorin ndërkombëtar nuk do të ndryhojnë asnjëherë. Prandaj ka rrjedhë edhe thirrja për formimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, që në këtë rast ka qenë Forca Armatosore të Republikës së Kosovës në 7 korrik të vitit 1991. Vizioni i tij ka qenë ky, nuk arrihet liria pa një mbrojtje të armatosur prej agresorit serb. Në muret e shtëpisë muze janë mbarur fotografi që pasqyrojnë veprimtarinë dhe jetën e Ukshin Hotit. Njëra prej tyre tregon një djalë të vogël në krahët e babait, duke e parë me dashuri të heshtur. Është Andini, foshnjë. Mëtej është e bija, Erleta. Liria ka kuptim vetëm më fëmijët e mi pranë, thoshte dikur Ukshin Hoti. Andini kujton momentet e fëmijërisë me babain, pasionet që kishte Ukshin Hoti, e që shumë prej të cilave i ka trashëguar edhe Andini. Sado që krenaria për babain e mban të fortë, emocionet janë të pranishme në këtë shtëpi plot kujtime. Kryesisht fati i tij ka qenë në këtë shtëpi, është e çuditshme kur ta shet gjëra që babi ka qenë i përcjellur edhe bukë që ka hangër, lemo diçka tjetër. Edhe në shritore kur ka shku. Në pas demonstratave të vitit 81, pas burgosjes dhe pas kthimit ka qenë goxha shumë, pastaj është largu prej universitetit, është largu prej punës, e kanë izoluar në çdo lloj forme që Serbia ka ditë me bëu në atë kohë dhe kryesisht takimet i kanë mbajtur këtu në këtë shtëpi. Ka fotografi tjera të gjykimeve që veç i përmendë ti, është një tjetër këtu me motrën time që është motra prej babit, kështu Erletën. Këtu është një fotografi me ju. Është vetmja fotografi, në fakt jo vetmja, është në 2 kam. E imja kur nuk kom qenë as 1 vjeç, më pak se 1 vjeç, në dorë të babit. Është i vetmi kujtim real, kështu më thënë që kam ose dëshmi që kam me babin. Ndërsa është i vetmi moment i kujdesit të babit, një kujdes që më ka mungu pastaj të rjetën. Natyrisht kam emocione, kam ndjenja, kam kujtime, unë kam qenë kështu i flakt mas plumbave. Unë pastaj kom qenë dhe jam ende i tharë i kafshë dhe kryesisht qenë dhe qenin e parë e kam prej babit. Atërëm që 7 vjeç. Baj me në babin kur
8 vjeç, 9 vjeç kam qenë kur ka provu 8 vjeç me mësu me zëzit, a kupton? Ose peshkimin unë sot e kam qef, peshkimin atë ko, babi o mundu me ma, e të tjera që në vazhdim si kemi pas. Pastaj në pjesë tjera që është familja, është gjyshja, gjyshi, vëllezërit e ushinotit, njëri me tyre tash është tragedmodi, është dëshmori kambit. Në shtëpinë muze të Ukshinhotit në Krusht e Madhe, një pjesë e veçantë kushtohet jetës së tij, politike e intelektuale, si dhe pjesëmarrjes në tryeza shkencore ku mbrojti çështjen kombëtare. Një tjetër fotografi domethënëse është ajo e vitit 1972 në Angolat e Afrikës, ku Ukshinhoti ndodhej si pjesë e një misioni paqërruetës. Dëshmi kjo e angazhimit të tij ndërkombëtar dhe horizontit të gjerë që e shoqëroi gjatë gjithë jetës. Në njërën nga dhomat e muzeut, është ekspozuar edhe libri Bisedë përmes hekurash, një komunikim i veçantë mes shkrimtarit e njohur Ismail Kadare dhe intelektualit Ukshinhoti gjatë periudhës kur Ukshinhoti ishte i burgosur. Ky libër është një testament i forcës mendore dhe intelektuale të Ukshinhotit, i cili edhe në kushte të rënda vazhdoi të ruante dialogun dhe shkëmbimin e ideve. Libri përfshin pyetjet që Kadareja kishte dërguar Ukshinhotit përmes petave të pitës që një grua shqiptare i kishte dërguar në burg. Ky komunikim, megjithatë, nuk kaloi pa pasoja. Libri Bisedë përmes hekurash. Pyetjet janë dërguar në burg me asekomoniori përmes pitës që një qytetar e ka dërgu një familje një qytetare, e ka dërgu një pitet e një burgosër tjetër, dhe kjo është e shkruar dikun, e kam lexuar dikun, nuk e di ku kam lexuar, po më njëri për dëshkrimin e babit, rreth 2 orë me u marrë me të gjitha pyetjet e këtij libri që Ismail Kadare ka dërgu babit, dhe pastaj kanë zënë guardian serb, e kanë rraf, e kanë maltretuar, dhe pas gjithë kësaj ajo që ju ka kujtu babit, ka qenë përgjigje që i ka dhënë në këtë libër, dhe përgjigje që i kanë dhënë, këtë nuk e di shumë mirë, për di që i dhënë i ka shti një njeri në trupin e tij, po i ka mshef, edhe i ka qitë jashtë burgut. Para disa diteve, është gjetur në Beograd magjistratura e Ukshinhotit, për çka familja ndjen të lumtur pasi kjo është edhe një dëshmi tjetër e intelektualizmit dhe vlerave që ai përfaqëson. Prandaj pritet së shpejti që edhe kjo vlerë, kjo pasuri, të ekspozohet në këtë muze. Para rreth 2 javësh është gjetë magjistratura e Ukshinhotit në Beograd dhe njëjta është arritur në tërheq për Beogradit, dhe unë shpresoj që ditën vijim ose shumë shpejt ose më 16 maj ose në ribotimin e veprave të babit, se këto ka tash komisionin që bën vlerësimin e ribotimit të veprave, do të publikohet edhe njëjta. Fatkeqësisht magjistratura e tij, por edhe më fatkeqësisht tema e doktoraturës tij kanë qenë të zhdukura dhe tema e doktoraturës është ende sot e zhdukur. Ajo që mungon në këtë muze është pikërisht pasuria plot intelektuale e Ukshinhotit, një trashëgimi që ende nuk është ekspozuar siç duhet. Siç dëshmon edhe Qemal Krasniqi, kanë hasur në vështirësi në mbledhjen e eksponateve, por është e rëndësishme se ajo që mbizotron në çdo kënd të muzeut është fryma e tij, është vizioni i qartë dhe i pathyeshëm i Ukshinhotit. Fakti që këtu ka pas aq shumë materiale dhe janë shkatruar, janë djeg, flet shumë për personalitetin e tij, prandaj mbledhja e këtyre eksponateve ka qenë bukur shumë e vështirë. Presim që ende kjo shtëpi pasurohet, që ende këtu të ketë frymë të Ukshinhotit sa më të fuqishme, edhe kur të vinë vizitorët të shohin sa më shumë gjëra dhe të binden se vërtet ai ka qenë një njeri për mosa të mëdha, prandaj muzeu ja ka vlerë. Ukshinhoti u zhduk nga burgu i Dubravës me 16 maj të vitit 1999. Dhe Serbia e di mirë se ku ndodhet. Edhe pas bisedimeve të vazhdueshme në Bruksel, përgjigjet kanë mbetur retorike. Sot, Antin Hoti, djali i Ukshinit, ndodhet në krye të Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur. Luftën nuk po e bën vetëm për patin e babait të tij, por për 1588 të zhdukurit të tjerë nga lufta. Edhe pse drejtësia mungon, ai thot se kanë njohuri të qarta për ata që dhanë urdhër për zhdukjen e babait të tij.
Këtë cilësi të kryesuesit komisionit, unë jam mundu prej ditës parë që ku marrë komisionin e para mos me loni për shtypje që unë jam aty për ushqinonin, sepse unë jam aty për 1588 persona dhe familjarë të persona të zhdukur. Kërkesa tjera që kemi natyrisht që dhe fati e ushqinhotit është kërkohet në ata që kanë shef, dhe ata që kanë shef është Serbia, por që fatkeqësisht ne kemi përballë një mendje të njëjtë kriminale që kemi pa. Kështu që Serbia, pushteti serb është i njëjti me mendësi dhe unë nuk presni të ardhme të afër që ata të i thirrin mendjes të ndryshojnë qëndrimin dhe të më japin informacionet për fatin fizik të Ushqinhotit, sepse ne kemi bërë bisedime edhe në Bruksel dhe atje është trajtu kjo çështje, por përgjigjet e tyre janë shumë retorike. Po flas për një individ që është marrë prej një institucioni të sigurisë lartë, që në secilin shtet në botë, institucioni i sigurisë lartë është përgjegjësi direkte shtetërore. Dihet kush e ka marrë, dihet ku e ka dërguar, po ne dihet çka ka ndodhur deri në atë moment dhe janë as të qarta informatat, janë ashtë të qarta gjëra këtu sa që është absurditet veç me ndëgju ata kur viktimizohen atë formë se se nuk kanë informacion për fatin e babit. Dihet që informacioni për fatin e babit po mbahet kështu strikt i mshefur nga natyre, por që fatkeqësisht Kosova nuk ka mundësinë aktualisht të bëj më shumë që do impunoj Serbinë për të dhënë këto informacione, qoftë për babin, qoftë për të tjerët. Ndërka shmotra e Ushqinit, Myrvete Kasumi, që për dekada u angazhua për të drejtën e vëllait, shpreh të zhgënjur edhe ndaj institucioneve shtetërore, të cilat sipas saj kanë bërë pak për ndërkombëtarizimin e çështjes së Ushqinhotit. Unë jam thellësisht e zhgënjyme, edhe ka ra kjo punë mu më ka stresu krejtësisht, se kam kërku ndihmë gjithka. S'kam lanë kur pa lëvizur. Prej këtu në Shqipëri, në Maqedoni, edhe Serbi kam shkru letër, kam kërku se ku ndodhet vllai im, mirë po s'kam hasë në mirë kuptim, kërkon deri me tanë. Ma shumë jam zhgënjur me tanët po duhet me një intensitet ma të lartë, duhet më kërku, duhet me bo protesta, duhet me bisedu me palën serbe, me ndërkombëtar, me gjithë, se çështja e tij ka qenë ndërkombëtarizume, ai ka qenë në emër ndërkombëtar, dhe mos me qetë përkraje e kërkat deri me tani, unë për që tani po mu i më pajtu, me marrë normale një gjatë të tjilë. Myrvetja tashmë në moshë të shtyër, edhe e lodhur nga pritja, ka frikë se do të largohet nga kjo jetë, pa e ditur çfarë ndodhi me vëllain e saj. Kërkoj gjetjen e vllaut tim, mos shkoj nga kjo botë me shpresë se do ta shoh një ditë e me shku me shpirt të trazuar edhe në atë botë, siç e kam pas jetën këtu e gjallë sa jam. Muzeu i Ushqinhotit me trashëgimin që përfaqëson kjo figurë shumë dimensionale është një vlerë e çmuar e trashëgimisë historike, jo vetëm për Krushën e Madhe, por për të gjithë komunën e Rahovesit dhe më gjerë. Siç shprehet Qemal Krasniqi, muzeu është pjesë e një kompleksi të kujtesës kolektive që përfshin edhe muzeun e masakrave në Krushën e Madhe. Mbi gjitha, kjo është shtëpia kujtesës tonë, edhe duhet të shërbejë si e tillë për kujtesën tonë kolektive, nga se dikush ka thënë diçka, po dikush dha shumë çka. Vërtet është një kompleks që e plotson mozaikun e Krushës Madhe, po në fakt shtëpia muze dhe kretë kompleksi Ushqinhotin përgjithësi këtu ja shton vlerat kësaj zone, edhe ne ndjehemi të lumtur, jemi krenar që Ushqinhoti ka qenë pjesë e jona dhe vazhdon të jetë pjesë e jona, pavarësisht pa praninë e tij fizike, por ai është gjithmonë me ne. Profesor Ushqinhoti është një nga figurat më të rëndësishme të luftës për pavarësinë e Kosovës. I njohur për angazhimin e tij të palekundur në mbrojtje të drejtave të shqiptarëve, ai formuloi projektin e njohur Bëje ose vdis, një thirrje për veprim, vendosmëri dhe sakrificë. Në shqiptarët të tëra kohë, të tëra fyrët e kohës, e
kishin patur edhe kuptimin e takimit me Evropën, por edhe kishte patur interese të tjera. Më fund, e kishte dëgjuar të mon Evropa, zërin e mërshëm të shpirtit që urran dhe ose vdes për ta vdekur vdekjen. Sot në 26 vjetorin e zhdukjes së Ukshin Hotit, kujtesa për të mbetet jo vetëm një obligim moral, por edhe një thirrje vazhdueshme për drejtësi. Fati i tij ende nuk është zbardhur, dhe kjo heshtje përballë një krimi të tillë përbën plank të hapur në ndërgjegjen kolektive. Zbardhja e fatit të Ukshin Hotit nuk është vetëm kërkesë familjare apo kombëtare, është kërkesë e drejtësisë dhe e dinjitetit njerëzor. Dëgjuat reportazhin Shtëpia Muze e Ukshin Hotit, në përkujtim të figurës që jetoi dhe u flijua për lirinë dhe të armën e Kosovës. Autore Sabria Haxhiu. Realizimi teknik Edonis Kastrati.